Martini, 1-0 dhe sot, e 7 të ndeshje me këtë rezultat, duke që Vllaznia vazhdon të fitojë dhe e rëndësishme që vazhdon të mbrojë portën. Ajo është shumë e rëndësishme sepse na ne besim tek mënyrat lujtërit, po gjithsesi sot rrezikuam, me thënë drejt, la me 6 vetë në Shkodër, që gjithë kohën që i kam lënë Shkodër, kam mendu dje dhe sot paradite, bëna mirë apo bëna keq, shqyr Zotit që na u shpërbly, sepse ishte mandej përgjegjësi e madhe, sikur ne të humshim sot edhe të humshim me një rezultat që do të na binte probleme. Shqyr Zotit ja dolëm, fitum, kena fitu thash lojën këtu, kemi lënë edhe pak qetësi për lojtarët që kanë luajtur tonë kampionatin që i kena lënë stërvitje sot atje, por edhe për ndeshjen e dytë, sepse kampionati vjen e shtrënguar. Ndeshjet bëhen vështira, rival tonë kanë ndeshje me kundërshtarët e tyre. Ne jemi disi muaj të qetë, Shqyr Zotit fitum sot 1-0 dhe duhet të shohim përpara. Ndeshje kupe, 1-0 ndeshje në transfer, duke që çështja e kualifikimit tashmë flet favor të Vllaznisë. Prandaj them, na ka ndihmuar shumë kjo ndeshje, sepse edhe ndeshja e dytë, jo se do ne vlerësojmë, po do kemi mundësi ndoshta të bëjmë rotacion ashtu siç bëmë sot edhe ndeshjen e dytë, gjë që na lën lojtarët me pushu tamam si duhet. Megjithatë, askush s'është evolucion sot, ne duhet jemi shumë kujdesshëm, të matemi mirë, shohim në gjendjen e lojtarëve dhe mandej të losim, sepse ne jemi për të dy trofet jemi në lojë, kështu që duhet jemi të kujdesshëm. Vllaznia pretendon edhe kupën? Patjetër, dëshmojmë në kodëshe, ne pretendojmë, sepse Vllaznia çdo vit më pretendojë, më tepër që vitet e fundit Vllaznia ka fituar 2 herë, nuk është gjë e vogël, por më tepër jemi të fokusuar te kampionati që është shumë i rëndësishëm për ne. Një lajm i mirë sot, aktivizimi i Hakajt, i Kuro dhe i Dros, pas shumë kohësh mungesë. Po, kanë dëmtum të 3, ndoshta Dros nuk ka dhimbje, kjo është e rëndësishme se si Kuro nuk ka dhimbje, Esini po ashtu. Esini luajti 60 minuta, luajti mirë. Dros dhe Kuros shifet që kanë një kohë gjatë po luajt, gjithsesi aktivizimi sot na nep besim që një të ardhme të shpejt mund të bëhen të rëndësishme. Në Shkodër, vëmendja tek sfidas së dielës me Elbasanin. Besoj që edhe ju tashmë e keni mendin aty. Po më thënë drejtën, e kam pasur përpara mendjen aty, edhe lënia e lojtarëve që kam lënë Shkodër tregon që ne jemi të fokusuar shumë te ndeshja me Elbasanin, e dim që është një ndeshje e vështirë, një ndeshje e fortë, është një rival i on direkt, duhet jemi të qetë, duhet jemi të kujdesshëm dhe të presim me qetësi ndeshjen. Do të vazhdoj seria e rezultateve pozitive të Vllaznisë? Unë shpresoj që po, do i bëjmë tana që me fitu, mandej ashtu edhe çështja e fatit, megjithatë jemi të mobilizuar maksimum edhe dorë Zotit dhe dorë. Faleminderit.